Ka mbetur dhe 5 javë për përfundimin e 36 javëve të kampionatit. Momentalisht Vllaznia është ekipi i parë që ka siguruar Final Four. Gara është shumë e fortë, pasi janë dhe 5 ekipe të cilat konkurrojnë për të zënë një bilet, më saktë 3 vende për në Final Four. Gjithashtu, kampionati nuk është vetëm për Final Fourin, pasi edhe në fund të tabelës kemi një garë sportive shumë të fortë, pasi ekipi i vendit 9 dhe vendit 10 bien automatikisht nga kategoria, si dhe vendit 8 zhvillon ndeshje play-offi me vendit e 3, 4, 5, 6 të kategorisë së parë. Mund të them që ky është viti i tretë i Final Four, ndryshe nga 2 sezonet e përparshme, këtë vit kemi ndryshim të rregullit të Final Four, ku pas 36 javë të 4 ekipet marrin pjesë në Final Four me pikët e përgjysmuar, duke marrë dhe vlerën më të vogël. Datat tashmë janë të përcaktuara, pasi ndeshja e parë do zhvillohet më datën 16 maj, që do të zhvillohet ndeshja e vendit të parë me vendin e 4, ndërsa më datë 17 maj vendi i dytë me vendin e 3, pa ashtu dhe 4 ndeshjet e tjera, të cilat janë përcaktuar tashmë që do zhvillohen më datë 23, 24, 29 dhe 31 të muajit maj, ku të gjitha ndeshjet do të zhvillohen në stadiumin Air Albania. Klubet pas përfundimit të 36 javëve, të 4 ekipet e para do të përfitojnë në shpërblime financiare, ku vendi i parë do të përfitojë 10 milion lekë të ri, vendi i dytë 7 milion lekë të ri, vendi i tretë 5 milion lekë të ri dhe vendi i katërt 2 milion lekë të ri. Gjithashtu, fituesi i kampionatit, i Final Fourit, do të përfitojë 10 milion lekë të ri. Pas përfundimit të Final Four, të 10 ekipet do të marrin përsëri të ardhura, të cilat do të vinë nga biletat, sponsorat, reklamat, të cilët do shpërndahen nga vendi 5 deri në vendin 10 sipas renditjes, gjithashtu edhe për 4 vende para, të cilët do përfundojnë Final Four.